Што значи изгубен детски живот за војните профитери? Ништо. Што значи една детска солза за тие кои продаваат оружје, создаваат конфликти и остваруваат профит? Ништо. Што значи 16.000 деца изгубени детски животи само за една година за тие кои намерно создаваат конфликти и вршат геноцид? Ништо. Ne nuk mund të jemi antipatik kundër vuajtjeve të popullit palestinez dhe të gjithë popujve tjerë që tani në përbot janë viktima të imperializmit, të kolonializmit dhe të kapitalizmit në përgjithësi. Qoftë Libani, Siria, Rojava, Kashmiri, kush të jetë? Aq shpejt i haruan vuajtjet tona si popull të këtij shteti. E dim shumë mirë se të gjithë kemi hequr nga okupatorët e ndryshëm, nga imperialistët, nga pashat, beglerët e vendit dhe të gjithë politikanët e sotëm, oligarkët të cilët i bëjnë pasuritë e tyre në anë të shtypjes të varfërimit tonë. Ne luftojmë që as ata sot dhe as ne nesër të mos vuajmë nga gjenocidi dhe nga vrasjet dhe nga të gjitha këto padrejtësit, të cilat bëhen vetëm e vetëm për fitimet të tokave, për fitimet të pasurive dhe për interesat e të tjerëve. Vdekje fashizmit, liri popullit, liri Palestinës. Liri Palestinës!